Këto mosa çfarë po i lexoj edhe po jam informuar nga komuna tjera, do të thotë akoma në komunën e Zubin Potokut nuk kanë filluar të marrin, mirë po ka një përpjekje të sistemimit të punëtorëve e shoh që do të thotë i thrasin me o lajmëruar normal për vendat punës po për të sistemuar akoma nuk është marrë ndonjë hap i tillë, meqense kjo çfarë kam lexuar do të thotë edhe për komuna tjera siç është Veriu, ku ta diun mendimi jam është ato janë do vendime arbitrare, themi ashtu se po merren vendime me i largu njerëz prej punës që janë pranuar me konkurse që nuk ka të drejta si thuj. Shembull ka të drejtë komuna të ngresë të themeloj komisione disciplinore dhe natyrisht me përcjell punën e secilit dhe nëse ka negligjencë punës nuk merren mosat, marrin komisioni disciplinor. Jo vendime ashtu çfarë po i marrin sepse unë shoh shembull këtë sjellje të këtyne sidomos kjo logjika e lista srpska do të thotë është një farë çush më thon nëse çato vazhdohet me këto veprime është një farë jo mos them hakmarrje, po një neglizhencë dhe këto që prodhon urrëtitjen drejtnike që nuk është dashur edhe s'duhet ajo sepse kanë hapësira do të thotë unë kujtoj, po flas për komunën e Zubin Potokut, ka hapësira për të punësuar, për të plotësuar dikasterët e gjitha që janë drejtorive, ka hapësirë për të punësuar, punëtor të ri, do të thotë zyrtar të ri, themi me profesione të ndryshme dhe nuk ka nevojë të largohen ndonjë staf për shkak se ka nevojë komunat për shërbime. Dhe natyrisht e kanë stafin që e kanë, unë kujtoj që kur flas për komunën e Zubin Potokut, është qysh me thona e baza elementare e stafit, nuk është plotësimi. Këta ka nevojë për plotësim dhe kanë hapësira për plotësim. Dhe nuk është dashur të merren aso mosash. Deri më tani në komunën e Zubin Potokut somosha thashë nuk janë marrë, mirë po s'do të thotë që s'do të merren ditëve në vijim, javën në vijim. Mirë po deri më tani mund të them se në komunën e Zubin Potokut nuk është marrë ndonjë mosë e tillë dhe uroj që mos merret. Kështu që mirë, një herë është mund të them që mirë, deri dikun ka kjo çush më thon kabineti kryetarit e shoh që ka komunikim edhe me një pjesë teknike që kam pasur unë, domethënë funksion kryesisht janë shqiptar, ka edhe serb punësuar dhe natyrisht bashkëpunojnë me një pjesë. Po mosa të tilla nuk janë marrë për jashtim të asaj se janë përpjekje për të plotësuar do të thotë linjat e drejtorive me zyrtar. Domethënë ne kemi staf teknik më tepër ka nevojë për profesionista të fushave të ndryshme, mirë po është në dominën e tyre me hap konkurse dhe me pranu, kjo është ajo.